Ku është falas? Në spital? Më shkova në spital me bo analizat, më kërkum pare. Tërk jetën tuaj keni jetuar në Tiranë? Ja, burrin e kom pas Shkodron. Më la para 3 vjetëve, në Rojet, faleminderit. Po kam jetu në Greqi 20, qysh 91-shin, e deri para 7 vjetëve. 7 vjetë kom që kom marrë këtu. Tash do kthehem prap nëna se kom me të krejt vetëm. Këtu? Pa. Kella majti kom anej. Çunën e kom në Norvegji, gocën e kom në Athinë. Atje ku kemi jetu gjithë bashkë. Nuk po shoh se po më nimo kërkush as qeveri. S'ka ligje qeveria për ne pleq. Pensioni im është 90.000 lekë. Që të mërë, unë jam me probleme me zemrën, kam bo ndërhyrje kirurgjikale. Si ti përballoj unë këtu? Do t'i bohem rënë kalamojve, s'kom që bëj. Në rrofshin kalamojt. Kena punuan e këtu, kena dhonë shpirtin. Qa punë keni bërë kur keni qenë moshën tuaj? Unë kam punu në institut në lartë pedagogjik. Kam qenë magazinjere. Pra ju keni punuar magazinjere për sa vitesh? Edhe ju ka dalë pension 90.000 lekë? Pa, nuk punova shumë, se të hikësh në 91-shin, unë kam qenë 20 vjeç, pa 20 vjeç. Më kupta, kështu që ishin 15 vjetë punë. Edhe mora të pjesëshëm. Edhe me atë jam hala nona. Më doli 72.000 lekë, e merë veshti se qosh që ku jetojmë ne. Tashi, më kryesorja është se erdha, se thamë, inshallah, o rregullu kjo Shqipni. Inshallah, po rregullohen gjonat me shpresë. Unë po kthehem prap. Do vdes në vendin e huj, nona. E ja kam lona manet kalamojve. Mas më leni atje. Kom burrin këtu. Kam nejt 50 djetë jetë me te. Buk të amël, me mjalë të sheqerë. Shkodron. Me nivel intelektual, ka qenë sportist. Ka qenë trajner sporti për ngritjen e peshave. Ishte njeri shumë i mirë. Shumë i mirë. Më kalon, më ka tha gojen, se kështu folim në Tirancit. Më ka tha gojen. Tash i po shkoj ke kalamajt, inshallah do zoti më hecën marrë atje me shneti. Unë si përballoj do të as ushqimit, as ilaçeve, as analizave, as doktorve, se të morin nuk të shef se qa keti nëne. Shef, a kene i qik gjepin e frymë se... Edhe atje? Ka. Atje nuk e kam këte. Pse? Kam bo 2 herë ndërhyrje, as si 5 lekë. Kam shku ke sotiria, është spital jashtëzakonisht i mirë, ka qenë ushtarak dikur, tash është spital shtetëror, edhe një pjesë privat. As si 5 lekë nuk më morën, ju betohem. Atje kam një lloj siguracioni, unë që ato i thonë amka. Edhe në bazë të saj, unë marr edhe ilaçet me rimbursim që i thonë këtu, edhe vizitat atje i bëj pa as i 5 lekë në spital mrena. Edhe këtu ashtu funksionon, pra rregullat kështu janë. Ilaçet për pensionistët janë falas ose me rimbursim dhe vizitat janë falas. Nuk është falas. Ku është falas? Në spital? Më shkova në spital me bo analizat, më kërkum pare. Thash që pare, thash? Që leku, thash, do t'i thash? Kush t'i kërkoj lekë? Atje. Kenon Tereza? Po, Kenon Tereza. Erdhe masanaj ke kjo se e kom afer ke Amerikanit, që është kjo. E kom afer me shpi, thash, po shkoj i herë këtu. Më mori 150 euro analizat. E se kjo është gjithë sepse është privat? Po, privat. 150 euro, ne më kërkoj për me bo nërhyrjen 7 milion. 7 milion. Kuptoti 7 milion ti morësh një pensionistje? 7 milion lekë. Që bën ndërhyrje? Po. Tek Nën Tereza jam interesuar, kush o kërkoj lekët? Nën Tereza nuk e di tash, ishte në sportella, jo, dhe tha bëhet kështu, shkruhet aty, do të pagush kaq se 5.000 lekë, më duket ishte. Se që ishte e rregullore, çfarë thash, unë s'kam i 5 lekë, thash. Ne në kohë të Enver Hoxhës nuk kena pagu pare.
këtu do që të hysh mrena ke spitali me taku një vizitor, do t'japësh 5.000 lekë se s'fut mrena roja. Është rregullu spitali, është bërë me kushte komode. Kushte komode, po njerëzit s'janë bo komod. Njerëzit nuk janë rregullu birë. Këto kanë rregullu, këto gredaçelat i din vetë ato si kanë rregullu, por ama njerëzit janë nuk kuptojnë njerëzit se ku po shkojnë, se ç'a bëjnë. Gjithë ditën rrinë nëpër lokale, gjithë ditën nëpër mihone, rinia studenteske, gjasme. Këto të papunët, që thonë s'ka punë, ka punë këtu. Po s'ka njerëz që kërkojnë punën, nuk e duan punën. Unë kështu menoj. Pa ti thua punë ka, po s'ka profesionist. S'ka profesionista. Plus që nuk kanë edhe dëshirën, nuk kanë, janë demela. Po rrogat. Tash i rrogat, unë nuk e di se s'jam shumë e informuar për rrogat. Po, pranaj s'punojnë. Edhe morin laloqen e hikin jashtë shtetit. Atje bëjnë sklevers, unë e kam provu të keqe nona. 34 vjetë do me thonë, pavarësisht se unë kam 7 vjetë që kam marrë të kënej, por jam në kontakt se shkoj rri shumë atje, rri 3 muaj këtu, shkoj atje. Do me thonë një ditë që të gjitha. Edhe atje ashtu është, nuk janë të kënaqur shumë, por nuk duan të rrinë pa punë. Si që ka kjo? Si shikon zhvillimin? Urna? Se kanë ikë shqiptarët? Unë për vetën time, tash i 91 kur ikëm neve, u përmyt çdo gjë. Tash i këtu nuk e di pse ikin. Ndoshta papunësia, ndoshta ajo që nuk i plotësohen nevojat me atë rrogë që morin, se kanë metën e ne çunat, e ne gocat rrim pa martu, se si përgjigjem do të familjes, thot, me kriju familje. Pse? Me 400.000 lekë që të bëjon, thot. Ndoshta ka qera, ndoshta ka për qera për të pagu, ndoshta ka nonën në shtëpi, do të maj pleqt. Me 400.000 lekë që të bëja, shkojnë tek ajo para që vërtet ka punë, po s'ka profesionist, por nuk ka profesionist që të paguajnë, ta paguajnë atë profesionist, që të paguash i profesionist, ti vetë do të jesh profesionist, që të paguash i profesionist. Më kupton? Nuk e di pse i mbire pa ata që të thjesht. 91-shin, ju keni ikur. 91-shin në Kush ishte arsye që ju u larguat nga Shqipëria? A dit, momenti im shoq pa punë. Unë po ashtu, se unë punojsha në institut, im shoq punonte, ishte trajneret me këto, ju ndërpreda ajo, se kuptohet, punonte në Uzintelit, ishte pesorsh, punonte në Uzintelit, edhe aty nuk ishte lëndën kryesore qa maj menun, ju ndërprej puna, se punonte në deoksidim të bakrit. Ky ishte puna që bante. Lënda parë nuk vinte më, u myll ajo, si të thush, ai repart. Vend tjetër s'kishe ku me shku, edhe më thotë o gru, thotë, ti pa punë, unë pa punë, 2 kalamaj, që do bëjmë? Bëjmë provi herë, thotë. Ti shkoj, thash, unë do rri herë këto.